Presidenti nuk është opozit, Matushi, që to na për kish kuptuar. Shiko, presidenti o korektur, midis me edhe te. Nuk është opozit, pajtohet qarë. Ata din so shumë po përblosën. Pajtohet me ty në gëmbë tash, pajtohet me ty që nuk është oponent, sa opozit, por e korekton, e bon balansin, ribalancon vendimet e qeverisë. Me vendimet e kuvendit dhe të unitetit të popullit. E kjo s'ka bo a bon krenari le ta përmbyllim. Halil. Unë menoj që posti presidentit është aneks i pushtetit. Ai mund ta kontrolloj. Aneks i pushtetit. Ka me përfaqësu. Ka me përfaqësu shtetin. Kush e përfaqëson shtetin? Qeveria e përfaqëson. Shtetin e përfaqëson edhe gjyqësori, po nuk është shteti. Do me thonë ka një lidhje. Edhe parlamenti është shtet. Po. Edhe gjyqësori është shtet. I emron gjyqtarët. Presidenti është ekzekutiv. I propozon qeveria e emron gjyqtarët. Do me thonë ky ka si aneks i pushtetit, apo jo? Është aneks i pushtetit. I emron ambasador, aneks i ekzekutivit. Aneks. Nuk qëndon. Korektor, balancues i pushtetit. Nuk më kuptove. Jo, balancues janë mediat. Që mediat kanë pushtet, mos bëj gol, a jem të vërtet po tri pushtetet ekzistuese në Republikë. Jo. Mediat janë pushtet. Ha gol, nis Jugosllavi ka dhënë media pushteti kot. Ekziston kjo mo. Media smeras në vendim. Opozita. Merr vendim media për veten. Kërkoj falje, Korça, po dita, po Shpresoj që është ai qartë edhe pse pata ndërprerje. I patë shumë ndërprerje nga zoti Matoshi, ama sulme nga të katëranët pata. Jo, sul. As Korça s'po mbulon andaj. Edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese thuhet që presidenti është garantues i funksionimit